Belinda Bodinaku, dua ta them hapur dhe pa asnjë hezitim, për mua, Selina është fituesja e vërtetë e këtij rrugtimi. Sepse kur e shesh gjithë rrugën që ajo ka bërë, e kupton që nuk është thjesht çështje fati apo rastësie. Është një rrugë e ndërtuar me zgjuarsi, me forcë dhe me shumë karakter. Selina ka qenë aty që nga fillimi, duke luajtur fort, duke u përballur me çdo situatë dhe duke mos u tërhequr asnjëherë. Ndërsa për sa i përket Rogertit, sinqerisht nuk mendoj që e meritonte finalen. Dhe këtë nuk e them për të ulur dikë, por sepse besoj që në një garë të tillë duhet të shpërblehet loja e pastër dhe fort. Rogerti ka arritur deri në finale edhe fal 2 zarfeve të zi, dhe kjo është diçka që nuk mund të anashkalohet. Sepse kur rrugtimi yt ndikohet kaq shumë nga faktorë të jashtëm, atëherë nuk mund të krahasohet me dikë që ka luftuar çdo ditë, çdo moment pa asnjë ndihmë. Selina, nga ana tjetër, nuk ka pasur nevojë për asgjë të tillë. Ajo ka qenë e fortë vetë, ka ditur të përballet me çdo sfidë, me çdo debat, me çdo situatë që i është vendosur përpara. Dhe kjo e bën diferencën. Ky Big Brother, për mua, është i Selinës, jo sepse dikush ja ka dhënë, por sepse ajo e ka marrë vetë me merit, ka qenë prezente, ka qenë aktive, ka qenë e zgjuar në çdo hap. Njerëzit mund të kenë mendime të ndryshme, dhe kjo është normale, por unë besoj që kur sheh gjithë panoramën, është shumë e qartë kush e ka mbajtur peshën e këtij formati. Sepse të arrish në finale nuk mjafton, rëndësi ka si arrin. Dhe Selina ka arritur me dinitet, me punë dhe me një lojë që ka qenë e vazhdueshme dhe fortë. Ndërsa të tjerët mund të kenë pasur momente, ajo ka pasur një rrugëtim të plotë. Prandaj për mua nuk ka diskutim. Selina është fituesja, dhe këtë e ka merituar plotësisht.